Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku, sot me një histori shumë të dhimbshme. Do të flasim për një martesë 30 vjeçare, por zonja në fjalë nuk do ta besonte kurrë që bashkëshorti i saj do ta tradhtonte. Në fakt edhe unë kur e lexova për herë të parë u shokova, por do ta kuptoni kronologjinë se si ka arritur deri në tradhtin. Historia fillon kështu. Nuk ma merr të mendja kur se mund të më ndodhte edhe mua ajo që shumë të tjerë kanë kaluar përpara meje. Por përjetimi i tradhtisë qen ka shumë i tmerrshëm, sidomos kur je në një farë moshë. Gjithmonë kisha menduar se në moshën tonë marrëdhënia bazohej te respekti dhe te ndjenja e përgjegjësisë ndaj familjes më shumë se sa te tërheqja fizike apo seksuale. Sigurisht që çdo marrëdhënie duhet të ruaj dozën e vet të dashurisë, por me kalimin e viteve gjërat ndryshojnë dhe të duket e pakonceptueshme që mund të biesh viktim e tradhtisë. Unë jam 45 vjeçe. Kam një djalë në shkollë të lartë që studion jashtë prej 3 vitesh. Jam njohur dhe jam martuar me tim shoq me dashuri. Ai ka qenë një burr i mirë, edhe pse me edhën pas familjes kam qenë gjithmonë unë. Pasi kemi kaluar thuajse 30 vite bashk, marr vesh se ky njeriu që unë e kam vlerësuar gjithmonë, më tradhton përpara syve të mi. Pa pritur më ka kapur një urrejtje aq e madhe për të, sa nuk arri ta besoj se mund ta kem dashur. Ne kemi 2 shtëpi në të njëjtin pallat, njërën prej të cilave e kemi lënë me qira prej 5 vitesh. Atje jetojnë 2 vajza, që sapo kanë mbaruar shkollën e lartë, kanë gjetur punë në Tiranë dhe vazhdojnë të qëndrojnë këtu. Duke qenë se ato prej vitesh që ndrojnë në shtëpinë tonë, kemi krijuar një lloj konfidence me to. Ne I kemi ndihmuar sa herë që kanë pasur nevojë, për gjëra të vogla bëhet fjalë. I kam trajtuar si të ishin fëmijët e mi, sepse kam vetë një djalë që është vetëm disa vite më I vogël se ato. Por ja që kam gabuar në gjykimin tim. Nuk ka shumë kohë që njëra nga këto vajzat më kërkoi të pinim një kafe afër punës time. Mendova se mund të kishte ndonjë hall dhe se e kishte nevojën për ndihmë, megjithse mu duket çuditshme që më kërkoi të mos pinim kafe në shtëpinë time, siç bënim zakonisht. Nuk e vrava shumë mendjen, edhe dola që ta takoja. Ajo dukej se kishte qarë. Fillova ta merja me të mira, që ta qetësoja, duke I thënë se nuk ka gjë që nuk kalohet në këtë jetë. Sa budallaj që mu duk vetja më pas kur kujtova këto fjalë që I kisha thënë. U ulëm dhe ajo po hezitonte që të fliste. Më tha se I vinte shumë turp për atë që kishte ndodhur dhe që do të më tregonte. Fillimisht më kërkoi të falur dhe u justifikua për atë çfarë kishta bërë. Deri këtu nuk kisha marrë vesh asnjë gjë se çfarë kishte ndodhur. Por mendja më shkoi se do të kishte ndodhur ndonjë gjë nga shtëpia. Ndoshta kishin prishur ndonjë mobilje apo ndonjë gjë tjetër dhe më dukej shumë absurde që ajo të qante kaq shumë. I thash që të mos shqetësohej se nuk janë gjëra të pandrejshme, po kur për asnjë çast nuk më shkoi mendja tek ajo që do të më tregonte. Ajo filloi të fliste me shkoqur, me zërin që I dridhej dhe lotë që I rrithnin pa pushim. Më tha se kishte një lidhje me burrin tim. Në atë moment shtanga. Nuk u besoja vesheve për atë çka dëgjova dhe nuk arria dot as të flisja. Ata kishin më shumë se 2 vite që ishin lidhur bashk. Im shoq për nga mosha mund të ishte babai I saj, por kjo nuk e kishte penguar vajzën. Nuk dua t'i vë epitete në gazet, edhe pse I meriton. As fakti që ishte I martuar dhe ajo që më njihte shumë mirë,
Nuk e kishte bërë të hezitonte para se të vepronte. Nuk ishte menduar as për faktin se kështu po shkatronte një familje. Sipas saj, njeriu nuk mund ta komandonte dot zemrën dhe dashuria nuk njihte moshë. Kështu e justifikonte ajo lidhjen me burrin tim. Pasi tha gjithë këto, më doli nga shpirti një pyetje ku doja ta gjeja shpëtimin. Po bën shaka apo jo? Ma konfirmoi prapë se ajo që po thoshte ishte e vërtetë. Sikur fillova të mblidhja veten edhe pyeta pse kishte ardhur të më tregonte. Sipas saj, burri im donte të ndahej prej meje, por nuk kishte guxim të ma thoshte. Me që vajza ishte më e guximshme, e kishte marrë ajo përsipër këtë mision. Më tha se im shoq donte të niste një jetë të re me të dhe nuk duhej ta pengoja. Ishte pa besueshme se çfarë guximi kishte ajo vajzë. I thash se im shoq ishte i lirë dhe ti merrte vendimet për veten. I thash se do të flisja me bashkëshortin dhe se kur do t'i vërtetoja fjalët e saj, do t'isha unë ajo që do të ndahesha prej tij, sepse nuk mund të jetoja me një njeri që më kishte tradhtuar kaq paturpërisht, madje edhe në shtëpinë time. Kur shkova në shtëpi e pyeta me njëherë tim shoqin për atë që më kishte thënë vajza. Ai më hoi të gjitha dhe më tha se ajo po i sajonte. Po se për çfarë arsye ajo duhej të shpikte gjithë këtë histori, ai nuk e kishte iden. Sigurisht që i nxora nga shtëpia Qiraxhiet, sepse nuk kishte më kuptim të rinin në shtëpinë time pas gjithë asaj që më kishte ndodhur. Filluan debatet me burrin që nuk pranonte asnjë fjalë nga ato që më kishte thënë vajza. Nuk e di pse i besoja vajzës edhe pse ureja me shpirt. Përgjigjet e burrit nuk ma mbushnin mendjen. I tregova shoqësime së ngushtë se çfarë kishte ndodhur, dhe ajo më tha se nuk kishte dashur të më shqetësonte, por edhe asaj i kishin thënë njerëzit që i kishin parë. Aty më mbush mendja, por në mesin ton ishte një fëmijë. Djali ishte larg dhe nuk doja ta shqetësoja fare. Nga ana tjetër nuk mund të mos ja thosha se çfarë kishte ndodhur sepse do ta merrte vesh një ditë. Bëra kërkesën e divorcit edhe pse ne vazhdonim të rinim në një shtëpi. I kërkova djalit të vinte në shtëpi, por pa i treguar arsyen. Ai e gjeti mundësinë dhe erdhi. Kur i thash se në çfarë pozicioni isha, më tha se do të më mbështeste në çfarë do lloj vendimi që unë do të merrja. Edhe pse nuk i pëlqente që prindërit e tij po divorcoheshin. Tani jam duke ndjekur procedurat e divorcit. Kjo e papritur më ndryshoi jetën dhe më bëri të përjetoja gjëra që nuk e kisha imagjinuar ndonjëherë se mund të më ndodhnin. Nuk e di pse vendosa ta bëj publike këtë histori, por dhimbja më lehtësohet disi kur e ndaj me njerëz të tjerë, qofshin ata edhe të panjohur. Faleminderit që e ndave historinë time dhe uroj që kur të mos përjetosh një ngjarje të tillë në jetën tënde. Kjo është historia e kësaj zonje, e cila në një farë mënyre ka treguar atë dhimbje që ka përjetuar pas tradhëtisë që i ka bëri shoqi.